E para, unë kam pohue që ushtëria shërimtare e Kosovës nuk ka gisht në vrasjen e babait tim. Këte që po e pohoni që kam thonë se ai që ka shkrue deklaratën numër 29, unë nuk e kam thonë. Kjo është gënjeshtër e kulluar e atyre që janë mundua ta përpunojnë. Nuk e di kush që ka shkrue komunikatën, e di që ekziston një dokument i Këshillit për mbrojtje dhe drejta e lirive të njeriut, i lëshuar mas komunikatës së UÇK-s, ku pohohet se Malit Sheholli, në këtë rast babai im, është vrarë në rrethonat pasqaruara. Të gjitha provat të cilat unë e kam dëshmuar në prokurori të gjykatës speciale që babai im nuk është vrarë nga UÇK-ja, i kam dorëzuar aty. Dhe çdo deklaratë e imja për prova, që janë prova shumë të fuqishme, është çështje e prokurorisë. Pra, më rëndësi është që ushtëria shërimtare e Kosovës nuk qëndron prapa vrasjes së babait tim. Janë provat shumë të rëndësishme. Po. Provat, të cilat unë i kam dorëzuar në prokurori kur më kanë marrë dhe më kanë ftuar, janë provat fuqishme që dëshmojnë që babai im nuk është vrarë nga ushtëria shërimtare e Kosovës. Mund të ketë pasoja për dikën që për gjykohen ato prova? Jo, ato prova nuk mund të jenë, përkundrazi janë shfaqësuese për gjithë ata që mbahen atje. Se vlerëson gjykimin e ish-krajeve të UÇK-s në Hog? Ky është gjykim politik, i cili po ju bëhet të gjithë atyre të cilët janë atje, dhe ky gjykim politik një ditë do të përfundoj, dhe unë jam shumë i bindur të gjithë ata që kanë qenë luftarë të lirisë në vendin tonë do të kthehen të lirë në këtë shtet dhe do të vazhdojnë jetën e tyre politike apo civile. Çka nëse dënohen? Nëse dënohen, atëre ka pas gishtrusia, bashkë me aleatët kryesorë, siç është shërbimet sekrete serbe e të tjera, për ndryshe dëshmitë të cilat paraqitin janë 90% të shërbimeve ruse dhe serbe. Cili ka qenë funksioni juaj në sigurimin shtetëror, edhe gjatë cilës periudhë keni punuar, edhe pashtu keni deklaruar se shumica e kolegëve tuaj tash janë zyrtarë policorë? Po, unë kam punuar në sigurim shtetëror në sektorin e analitikës nga viti 90 deri me 4 maj të vitit 93. Dhe natyrisht që njerëz që kam punuar se atëherë kena qenë diku 80% shqiptarë në kohën kur unë kam punuar në sigurim shtetëror të Kosovës. Kanë qef dikush me i thonë udhbe këso sanësh tjera, por nuk u quajt ashtu, është quajt sigurimi shtetëror i Kosovës, përkatësisht sigurim shtetëror i Krajinës Autonome Socialiste të Kosovës, që ka qenë në kuadër të Jugosllavisë. Kurse unë kam shumë miq që kanë punuar me mua dhe kanë mbetë mas meje kanë punuar, ose kanë dhënë pension si zyrtar policor të Kosovës, ose janë polic, por jo vetëm polic. Ka edhe që punojnë prokurorie, ka që punojnë edhe në institucione tjera, që është gjë normale kjo, se demokracie jemi, por kjo është e vërteta. Nëse del ndrysh, atëherë unë pas kam gënjye, por kjo është e vetmja vërtetë e cila qëndron lidhur me këtë rast.